Ç'kemi amjulli, jemi në fund të plazhit të Borshit, një plazh aq të madh i cili fillon që diku këtu tek këta shkëmbinj që shikoni vjen gjithë rreshtin këtej edhe mbaron pak më tej atje në fund. Ka akoma në fakt, po atje nuk fillon duket plazhi, pastaj se kthehet. Kështu një nga plazhet më të bukur që shikoni në gjithë bregdetin e Shqipërisë, nuk ka të sharë. Okej, ka ca budallën gjithmonë komente që e shajnë, por në përgjithësi nuk ka të sharë. Edhe këtu vinë njerëzit që duan privatësinë e tyre. Për shembull, këtu një njeri ka bërë një si punë shtëpize, këtu si mund ta quash, si kasolle quaje si të duash ti, e cila është private fare, do të futesh kështu anash në cep siç e shikon, edhe kur del këtu brenda ka lënë çadrën. Madje ai njeriu që ka bërë saq i mirë, saqë edhe çadrën e ka lënë këtu për në njëri tjetër ta përdor. Këtu ke një vend si punë kuzhine që të ndash gjërat, ti hapësh atje kastravecin, domaten çka ke hapur, atje ka bërë një hart, mbase kush e di ku ka fsheu lekët në një gjë tjetër, nëse të gjitha ke këtu, sa bukur e ka bërë nga të tëra anët ky tipi, e direkt del këtu, mund të flor një gjumë në drek atje, del këtu dhe është në një nga plazhet më të bukur në gjithë Europën, jo vetëm në Shqipëri, se në Shqipëri jemi të parët normale. Shikojeni.